Horoskopi për ditën e hënë 22 qershor 2026. Shenja e parë e Dashit. Këtë ditë, mendja juaj ndodhet më pranë shtëpisë dhe familjes. Ndoshta jeni duke bërë disa plane për ndryshime, rregullime apo vendime që lidhen me njerëzit më të afërt. Sot do të keni një qartësi të veçantë në mendime dhe po shihni më larg se zakonisht. Objektivat që vendosin tani janë të mëdha dhe keni dëshirën e fortë për t'i realizuar. Nuk jeni nga ata që mbajnë gjërat brenda vetes. Nëse diçka ju shqetëson, do ta thoni hapur dhe me sinqeritet. Kjo ndershmëri do të ndihmojë në zgjidhjen e një mirëkuptimi të vjetër me një familjar apo person të afërt. Energjitë e ditës sjellin më shumë ngrohtësi, afërsi dhe mirëkuptim në marrëdhëniet familjare. Mund të kuptoni më qartë se çfarë ju bën të ndiheni të lumtur dhe të plotësuar. Është një moment i mirë për të lënë pas hatërmbetjet dhe për të forcuar lidhjet me ata që kanë rëndësi në jetën tuaj. Edhe një sfidë e vogël që shfaqet sot mund t'ju jap motivim dhe t'ju kthejë energjinë. Besoni te vetja dhe ecni përpara me guxim, se dita premton mundësi të mira për ju. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat dark. Demi. Për ju të dashur dem, sot do të keni mundësi të mëdha përpara. Brenda jush është zgjuar dëshira për të mësuar gjëra të reja dhe për të zgjeruar horizontet. Mendja juaj po prodhon shumë ide të mira dhe projekte. Bisedat që bëni do të ju zhvillojnë dhe do t'ju mbushin me optimizëm dhe energji pozitive. Nëse kohët e fundit keni patur një problem që ju ka shqetësuar, sot mund ta gjeni zgjidhjen më lehtë se sa mendoni. Komunikimi është pika juaj më e fortë dhe do t'ju ndihmojë të afroheni me njerëzit e duhur. Do të kuptoni më qartë se cili drejtim ju përshtatet dhe cilat zgjidhje mund t'ju çojnë më afër qëllimeve të tua. Gjithçka që lidhet me gjëra të reja do të favorizohet. Besoni në idetë tuaja sepse ato mund të hapin dyert të rëndësishme për të ardhmen. Ngjyra me fat besh, koha me fat dark. Binjakët. Hëna sot ndriçon sektorin tuaj të gëzimit dhe ju ndihmon të ndjeheni më mirë me veten, të dashur binjak. Kjo është një ditë shumë e mirë për të menduar me qetësi për financat dhe për mënyrën se si mund të përdorni me mençuri të ardhurat tuaja. Keni një dëshirë të madhe që të tregoni vlerat dhe talentet që zotëroni. Besimi në veten tuaj po bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm. Ndoshta këtë ditë do të lindin disa mundësi të reja që lidhen me fitimet apo sigurinë tuaj materiale, por ato ju kërkojnë që ju të keni më shumë besim në aftësitë tuaja dhe në atë çfarë ju bëni. Edhe nëse në disa momente mund të jeni të pasigurt, kjo pasiguri do të kalojë shpejt. Guximi për të hedhur hapa të rinj përpara do t'ju ndihmojë të ndërtoni një të ardhme të qëndrueshme. Ngjyra me fat e zezë dhe kafe, koha me fat është paradite. Gaforja. Sot, të dashur gafore, keni shumë dëshirë që të komunikoni dhe të ndani mendimet tua me njerëzit që keni afër. Një lajm i mirë dhe disa fjalë inkurajuese mund ta zbukurojnë ditën dhe t'ju japin shumë besim. Energjitë e kësaj periudhe po ju ndihmojnë të rriteni shpirtërisht dhe të kuptoni më mirë rolin që keni në jetën e të tjerëve. Mund të bëni një mbështetje e rëndësishme për dikë që ka nevojë për ju, qoftë partner apo një mik i ngushtë. Do t'ju vijë natyrshëm të ndihmoni dhe të ndani ngrohtësinë tuaj me të tjerët. Janë pikërisht këto xheste të vogla që do t'ju japin ndjesinë e plotësimit dhe kënaqësisë që ju e kërkoni gjithmonë. Ngjyra me fat blu dhe e bardhë. Koha me fat 4 deri në 6:30 pasdite. Luani. Për ju luan, energjia e sotme ju ndihmon që të shihni gjërat me qartësi. Ndoshta po kuptoni se përvojat e së kaluaras, edhe ato më të vështirat ju kanë mësuar diçka të vlefshme dhe ju kanë bërë më të fortë.
Është një kohë e mirë për të përdorur mençurinë dhe përvojën tuaj në dobi të njerëzve që ke pranë. Në të njëjtën kohë, po ndjej një dëshirë të madhe që të kalosh më shumë kohë me vete. Shpesh je i fokusuar tek zëri juaj i brendshëm. Edhe pse gjatë kësaj dite mund të kesh takime dhe lëvizje brenda jush, po lind një dëshirë për më shumë qetësi dhe harmoni. Një moment reflektimi mund t'ju ndihmojë të gjeni përgjigjet që kërkoni. Ngjyra me fat është kafe dhe bezh. Koha me fat është 6:30 deri në 8 mbasdite. Virgjëresha. Sot është një ditë e duhur për të marrë informacione të vlefshme për të patur biseda frymëzuese e dashur virgjëresh. Mendja juaj është e kthjellët dhe keni dëshirë të ndani njohuritë dhe përvojat tuaja. Keni plane dhe shpresa për të ardhmen, të cilat ju japin më shumë energji dhe entuziazëm. Një bisedë me partnerin apo një mik mund t'ju ndihmojë të shihni qartë një ëndër që dëshironi ta realizoni. Idetë që do të ndani sot kanë vlerë dhe mund t'ju shërbejnë si hap i parë drejt një projekti të rëndësishëm. Mendja juaj punon shumë mirë dhe saktë, ndaj përfitoni nga kjo energji e ditës së sotme. Ngjyra me fat e hirt e hapur. Koha me fat 11 deri në 1 në mesditë. Do të kalojmë tani tek shenja e peshorës. Të dashur peshore, këtë periudhë keni një etje të madhe që të mësosh disa gjëra të reja. Ti dëshiron të mbyllësh disa kapituj. Ndihesh optimist dhe mund të marrësh lajm të mirë që do të gëzojë për punën dhe karrierën. Hapni sytë sepse po ju shfaqen mundësi të shkëlqyera për të rritur emrin tuaj dhe reputacionin në ambientet ku lëvizni. Nëse bëni ndonjë gabim të vogël rrugës, mos u mërzitni, sepse kjo thjesht do t'ju bëjë më të fortë në të ardhmen. Edhe pse hëna në shenjën tuaj ju bën të mendoni më shumë për veten, përgjegjësitë e reja që po mbani mbi supe, ju i mbani me shumë dinjitet. Ngjyra me fat jeshile e bardhë. Koha me fat 14 deri në 16. Kalojmë tani tek akrepi. Të dashur akrep, në këtë ditë po kërkoni diçka më të thellë nga jeta dhe nuk ju maftoj thjesht bisedat e përditshme rutina. Nuk po merreni me detaje të vogla, por dëshironi të shihni një fotografi të madhe të jetës tuaj, një projekt apo një ide e cila do t'ju ndezë një shkëndij të madhe entuziazmi në zemër. Fal ndikimit të diellit me yjen e hënës, po i lini mënjan brengat dhe po krijoni një atmosferë të ngrohtë rreth vetes. Kur ju i trajtoni të tjerët si të barabartë, ju hapen dhe dyert që nuk i mendonit. Është një kohë e artë për të lidhur me njerëzit, për të treguar se çfarë dini të bëni dhe për të gjetur më shumë kuptim tek dashuria. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat është në mbrëmje. Shigjetari. Të dashur shigjetar, yjet ju ftojnë të hapni mendjen ndaj disa gjërave që më parë refuzoni t'i shihnit. Ju keni një dëshirë të madhe që të zhvilloheni, të ndërtoni diçka të madhe, të ecni përpara, dhe kjo në jetën tuaj private, në lidhje apo në dashuri. Lidhja e favorshme e diellit me hënën po ju bën që punët e shtëpisë dhe marrëdhëniet me familjarët të shkojnë shumë qetë dhe pa sherrë. Nëse ka patur ndonjë hatërmbetje, është ditë e mirë që ta zgjidhesh. Duke treguar hapa të duhur dhe pa frikë, ju do të merrni mbrapsht shumë dashuri dhe do të gjeni qetësinë shpirtërore të cilat e kërkoni. Ngjyra me fat vjollcë dhe e bardhë. Koha me fat është mesditë. Britsjapi. Të dashur britsjap, sot do të bëni disa punë bashkë me të tjerat dhe këto do t'ju sjellin mbarësi. Përmes bisedave të ngrohta, ju do të kuptoni më mirë dhe idetë tuaja. Është një moment ideal që të sheshoni konfliktet apo keqkuptimet.
Në fakt, sot njerëzit janë të prirur të besojnë dhe të mirë kuptojnë. Ndikimi pozitiv i diellit ju ndihmon të forconi lidhjet ekzistuese, të bëni miqësi të reja me fat dhe të ndjeni mbështetjen e njerëzve që ju rrethojnë. Nëse keni ndonjë problem që ju mundon në kokën tuaj sot, është mirë ta zgjidhni duke u këshilluar me dikë në të cilin ju keni besim. Ngjyra me fat është e kaltër. Koha me fat është 15:30 deri në 17. Ujori. Sot do t'ju pëlqej të provoni disa metoda apo disa ide që do t'ua bën jetën më të lehtë. Ndihesh plot me shpresë dhe dëshiron t'i mbash syt hapur për mundësi të reja që lidhen me punën ose ndonjë zanat. Në fakt, jeni duke marrë shumë informacion të dobishëm dhe për shëndetin tuaj. Njerëzit ju a din vlera. Kur ju kërkoni ndihmë, ato mundohen t'ju mbështesin. Ndoshta sot do t'ju vi në mendje një ide shumë e mirë se si të bëni apo të kurseni disa para më shumë. Çështja e parave ju ka shqetësuar kohët e fundit. Kjo ditë ju rrit vetbesimin për të marrë në dorë frenat e punëve tua praktike. Ngjyra me fat e verdhë dhe blu. Koha me fat 14 deri në 16:30. Peshqit. Energjitë e sotme janë shumë të mira. Ato do t'ju ndihmojnë që të kaloni çaste me njerëzit e zemrës. Po ndiheni më guximtar për të shprehur ndjenjat tuaja. Veshët e njerëzve që keni pranë janë të hapura për ju. Mund t'ju linë një pasion apo një hobi dhe kjo do t'ju jap një kënaqësi të madhe. Është një kohë e mirë për t'i kushtuar vëmendje një projekti të veçantë që keni për zemër. Edhe pse dita nuk është shumë e përshtatshme për t'ju përmbajtur rutinave të mërzitshme, ju jeni gati të sfidoni veten për të përmirësuar atë dhe për t'u rritur. Ngjyra me fat e bardhë dhe bezh. Koha me fat 17:45 deri në 19.